Zhvillimet e reja kanë ndodhur për hetimet për vrasjen makabre të 22 vjeçares Ilaria Sula në Rom. Policia italiane ka gjetur celularin e saj në banesën e ish të dashurit Mark Samson, 23 vjeç. Pikërisht në këtë banesë, në lagjin e njohur si zona afrikane, ndodhi dhe krimi i rënd mes datave 25 dhe 26 mars. Burimet nga mediat italiane bëjnë me dije se vetë autori zbuloi vendodhjen e celularit përmes një bashkëpunimi me avokatët e tij. Hetuesit kanë sekuestruar pajisjen, e cila pritet të nënshtrohet një ekspertizë të plot teknike me shpresën për të zbuluar më shumë rreth asaj që ndodhi në orët e fundit të jetës së Ilarias. Eria me origjinë shqiptare ishte studente në Universitetin Sapienza të Romës. Ajo u godit me thik nga Samson brenda banesës së tij, ku dyshohet se në ato momente ndodheshin edhe prindërit e autorit. Pas krimit të rënd, ai vendosi trupin e pajisë të Ilarias në një valiçe dhe hodhi në një zonë të pyllëzuar ku u gjet pas disa ditësh në 2 prill. Por ajo që tronditi më tej opinionin publik ishte fakti se autori përdori celularin e viktimës për dërguar mesazhe dhe për të bërë postime në rrjetet e saj sociale. Qëllimi i tij ishte të mashtronte familjarët dhe miqtë e Ilarias, duke bërë të besonin se ajo ishte ende gjallë për të fituar kohë dhe për të shmangur çdo dyshim. Ndërkohë, hetimet vazhdojnë për të zbardhur të plot motivin e këtij krimi të rënd që ka tronditur jo vetëm komunitetin shqiptar në Itali, por edhe mbar opinionin publik.